Duke qenë se jam në lëvizje të kohën, mendova që këto fjalë që po më vinin ti bëja ti thoja verbalisht. Dua të tregoj pak shkurt se si jam njohur unë me Mikelën. Unë dhe Mikela jemi njohur në fazën që Miki ka qenë të përputhen, edhe mbas përputhen, mbas daljes përputhen, jemi shoqëruar bashkë Mikesha, ndërkohë Mikela ka patur dhe shumë Mikesha të tjera, edhe mua gjithashtu, do të thënë nuk është se ishim dhe aq të afërta. Pastaj Mikela u fut në Big Brother, te Big Brother 2-shi, doli nga Big Brotheri, një maraton ndodhirash në jetën e saj. Dhe nuk është se kemi qenë, në njohjen tonë në fillim, nuk është se kemi qenë shumë shoqe të ngushta from the start. Edhe shumë shoqe të besës, edhe të premtimeve from the start. Ama diçka, që nga dita e parë që unë e kam parë Mikelën, unë e kam lexuar shpirtin e saj, dhe ajo është një shpirt i bardhë, është një vajzë plot dritë. Dhe edhe kur ka patur fazën e saj të zhdukjes nga qarkullimi në raport me mua, se siç e thash, ne njihemi prej kohësh, po nuk është se u afruam që në fillim shumë. Ama që në fillim unë e kam kuptuar shpirtin e saj, e kam lexuar Mikelën dhe është ndër të rrallat shoqe, mos të them është e vetmja, po në fakt është e vetmja që kur pati fazën e saj të zhdukjes, unë kam qenë aty duke e pritur. Dhe mezi e kam pritur kur jemi rikontaktuar rastësisht sërish, dhe jemi futur muhabet sërish, edhe kam gëzu si fëmijë brenda meje që u rikthye një njeri i mirë, një njeri që mban era njeri që u rikthye në jetën time. Është ndër të paktat Mikesha që e kam të tillë. E veçanta këtu është, unë jam vetë karakteri Robit që zhdukem, që venitem, edhe nuk jap shpjegime fare. Dhe më ka bërë shumë përshtypje vetja ime që kur jam rikontaktu me Mikelën, kam gëzu shumë, edhe kam qenë aty, edhe e kam mirëpritur krah hapur një shoqe si Mikela në jetën time. Do me thonë, lumë kush e ka në jetë Mikelën, se është lloji i vajzës që ta zbukuron ditën, ta zbukuron orën që kalon me të, ka një energji pozitive, sheh vetë të mirën tek të tjerët, deri diku ky është edhe defekti i saj, po Mikela ime, shef të mirën të çdo gjë, të çdo kush, është aq e mirë sa shef mundohet shofi vetë të mirën tek njerëzit. And I love her so much, edhe ajo ka ditëlindjen sot. So, motrushe, unë Roza Lati publikisht me audio vizive të uroj gëzuar ditëlindjen, edhe jam me fat që të kam afër, edhe faleminderit që më ke bërë kumbarën e aurës, bukuroshes së vogël, ëngjëllit vogël, bebes tënde, gocës tënde, aura. Ndjem me fat që më ke pranuar gjithë jetën në jetën tënde. Kjo është gjë e madhe, sepse jetojmë në një epokë që nuk ka shoqëri të sinqerta, që ka shumë shfrytëzim, që është bërë jeta shumë fast friendship, fast food, fast love, fast internet, fast information. Dhe e vlerësoj shumë që je detajiste, që nuk harron asgjë, që je aq korrekte. Unë jam vetë shumë korrekte dhe them s'ka shoqe si ju, po është një Mikela pupa, të betohem. Të dua shumë Miki, happy birthday. E di çka kam menduar Mikel? Kam menduar kur kemi qenë bashk, po të drejtohem kështu direkte nga ekrani i telefonit. Kemi qenë bashk në autostradën e Tiranë-Elbasan, duke u kthyer nga Elbasani nëse mban mend, edhe mbaj mund që më ke thonë si u zhdukëm ne kështu një moment. Edhe që unë të kam thënë, këtu kam qenë gjithmonë duke të pritur. Kjo është Roza. Kjo Mikel je ti për mu. I love you so much, Miki.